Ka pas disa elemente të cilat kanë bërë të dyshohet që kjo gjykat nuk është e paanshme. Në një rast të tillë do të njollosej thash lëvizja jonë, sidomos shpallja e pavarësisë, se tani Serbia do të kishte një argument se bërja e shtetit të Kosovës ka qenë rezultat i një lufte terroriste të shkputjes nga një shtet tjetër, me ndihmën e bashkisë ndërkombëtare, që do të thotë që në këtë rast do të prekej edhe bashkia ndërkombëtare, njollosej dhe mbështetja e saj për Kosovën dhe shtetin e Kosovës. Ndonse nuk mendoj që domethënë ky dëm do të pasqyroj edhe në qëndrimet e këtyre vendeve ndaj shtetit Kosovës, sepse kjo gjykat nuk është aq e fuqishme sa të shkaktoj dridhje në aspektin e ekzistimit të shtetit Kosovës. Pra është një gjykatë kështu praktikisht e Kosovës. Kjo dhe dënime për krime lufte ka pas pa edhe në Kosovë, për gjykatave të tjera. Mirë po në këtë rast pra janë ish-kreditor të ish-lëmtare të Kosovës. Është e vërtet që ka problem me kredibilitetin e kësaj gjykate. Natyrisht është krijuar nga Kosova me qëllim që të gjithë ata që akuzohen për diçka janë të gatshëm që të dëshmojnë dhe të tregojnë pafajësinë e tyre. Mirë po, çfarë ndodhi që nga fillimi kishte një shtrembrim të madh nga ana e kësaj gjykate, duke mos pranuar asfarë mbikëqyrje, as nga themeluesi që është Kosova, Parlamenti i Kosovës, dhe duke u mbështetur krejtësisht në të dhëna dhe materiale që i vurin në dispozicion Serbia, që është një palë që ka shkatruar Kosovën dhe popullin e saj, prandaj nuk do duhet merreshin parasysh këto dëshmi të fabrikuara në Beograd. Pra ka pas disa elemente të cilat kanë bërë të dyshohet që kjo gjykat nuk është e paanshme, se në të vërtetë po mbron pozicione që janë në dëm të Kosovës. Dhe a rrezikohemi, le të themi, për një lobimi agresiv të Serbisë, pra më pas nëse i shohim mediat në Serbi ata vetëm kanë filluar, pra që të bëjnë këtë propagandë. Serbia do ta kapitalizonte këtë deri në masën që do të mund të vënte këtë. Sa për ilustrim të them që ne nuk e kemi shfrytzuar mirë, për shembull vendimin e gjykatës ndërkombëtare të Hagës, të drejtësisë të Hagës, për çështjen e pavarësisë, kur na dha të drejtë Kosovës që nuk ka bërë asnjë shkelje të ligjit ndërkombëtar, por ne nuk e shfrytzuam këtë deri në masën që na duhej, gjë që nuk është rasti me Serbinë. Ata do ta shfrytëzojnë këtë në propagandën e tyre dhe do të vazhdojnë politikën e tyre me rigorozitet të kërkimit të çnjojeve Kosovës nga shtete konkrete.